Në mjediset e shkollas Ibrahim Fehmiu, drejtoresha e arsimit Lulieta Veselaj Guta i tha se ky është një projekt që ka rëndësi shumë të madhe për faktin se do të bëhen kushte shumë më të mira për nxënësit e komunës së Prizrenit, ku janë të përfshirë në këtë projekt 10 godina shkollore, pohon ajo. Po e fillojmë projektin për eficiencë në shkolla edhe në AMF, po unë flas me theks veçantë për shkollat, janë mbi 20 shkollat të cilat do të bëhen renovime dhe do të punohen në projektin e eficiencës që është Komuna e Prizrenit në bashkëpunim me Bankën Evropiane. E fillum nga shkolla Ibrahim Fehmiu për shkak që është shkolla e cila ka investimet më shumti ndër të gjitha shkollat tjera të cilat janë në këtë projekt. Projekti do të zgjatë një vit. Dhe në këtë shkollë do të bëhet ndrimi të gjitha dritarëve të cilat do të jenë në alumin, do të bëhen renovime, instalime të ngrohjes, të balancume, ndrimi i dyrëve të jashtme dhe gjona të tjera të cilat kanë të bëjnë me eficiencë dhe do të krijojnë kushte më të mira infrastrukturore për nxënësit, mësimdhënësit, për t'ju krijuar hapësira më të përshtatshme për të ndjekur procesin e mësimit. Në shkollat qytete, po do të jenë edhe në fshatet? Do të vazhdojmë nga shkolla Ibrahim Fehmiu, tani do të vazhdojmë në shkollën Hysen Rexhepi dhe do të ketë edhe shkolla tjera, do të jetë shkolla e Kurishit, do të jetë shkolla në Lubiqev, në Zhurë dhe kështu me radhë. Janë mbi 20 shkolla ku do të bëhen renovimet e tjera. Zëdhënësja Jona Hoxha me këtë rast ka bërë një përmbledhje të këtij projekti madhor, duke theksuar se ky është njëri nga projektet më të mëdha të komunës sot që po realizohet. Vonesa për 2 vite është bërë për faktin se Kosova ka pasur sanksione dhe tashmë po e fillojmë këtë projekt me mbi 5 milion euro që janë kredite lehta e ku do të përfitojnë 43 ndërtesa të ndryshme në komunën e Prizrenit. Ne ardhmë në përfundimin që këto 43 objekte publike kanë pas nevojën më të madhe për renovime për energji eficiente. Kjo është bë pas një auditimi të mbi 100 objekteve në të gjithë komunën e Prizrenit. Këto kanë dalë shkollat dhe AMF-t që kanë pas nevojat më të mëdha. Tani janë 43 objekte. Projekti është në bashkëpunim me IBRD-n dhe me një grant 1 milion të ardhur nga Bashkimi Evropian. Në total projekti ka pas në funksion 6 milion. Kontrata është nënshkruar me një vlerë pak më të vogël, por gjithsesi diku afër 5 milion do të investohen në të gjitha këto shkolla, që është një vlerë shumë e konsiderueshme, të cilat të gjitha punimet do të përfundohen për 365 ditë brenda një viti dhe do të kemi besoj objekte më të sigurta, më të ngrohta dhe me kushte më të mira për nxënësit dhe për qytetarët në qendrat e mjekësisë familjare. Ne tashmë e kemi kontraktorin, po ashtu e kemi një konsulencë nga IBRD-ja, nga Evropa, të cilët po na ndihmojnë për supervizimin e punëve, kështu që do të jetë një punë shumë kualitative që deri më tani nuk është parë në Kosovë e as në Prizren. Komuna sa do të investojnë këtë projekt? Ju të gjithë e dini se ky është një projekt i cili është marrë me kredi nga IBRD-ja nëpërmes Ministrisë së Financave, kështu që projekti aq sa është projekti përveç 1 milionshit të grantit, është kredi e cila do të paguhet nga Komuna e Prizrenit gjatë viteve të ardhshme. Për momentin jemi në ngres periudhë dhe pastaj në momentin tjetër që do të vijë ato do të ndahen nga buxheti, kanë qenë të ndara edhe në vitet e kaluara, siç e kemi thënë, nuk kanë qenë suficit, është shumë e rëndësishme me theksu që 2 vitet e kaluara kur neve na është thënë që kemi dalë në suficit, nuk ka qenë suficiti, kanë qenë parat e këtyre projekteve të cilat kanë qenë me një kontratë të nënshkruar me Ministrinë e Financave për të bërë pagesa e kredisë marrë nga Ministria e Financave për komunat. Ky projekt i madh i komunës do të realizohet përmes Drejtorisë së Shërbimeve Publike të komunës së Prizrenit. Ndërto me prodhime vendore.